Pranë qendrës kulturore të fëmijëve Kujtim Alia u zhvillua faza finale në nivel qarku e festivalit të teatrove të shkollave 9-vjeçare, një aktivitet artistik që mbjolli nxënës dhe trupa teatrore nga të 4 zyrat vendore të arsimit. Nxënësit e shkollave të Shkodrës, Pukës, Malësisë së Madhe dhe Vaudesit sollën në skenë, shfaqe me mesazhe edukative, sociale dhe artistike. Por në emër të gjithëve, të kërkoj falje, një falje të sinqertë nga zemra. Shkolla pa ty nuk është më njësoj. Ti nuk I meritoje asnjë nga ato fjalë. Performancat e nxënësve u vlerësuan nga një juri profesioniste, e cila ndau edhe çmimet për trupat më të mira të festivalit. Ishte sekretarja e Këshillit të Qarkut Shkodër Desara Rumia që ndau çmimet përkatëse. Me vend të tretë u vlerësuan 2 shkolla, Rifat Zyberi nga Vaudesi dhe Migjeni e Pukës. Çmimi I dytë shkoi për shkollën Ali Laçej në Shkodër, ndërsa vendi I parë ju dha Prek Gjonit nga Malësia e Madhe. Juria me dorëzoi çmimet që ka vendosur dhe në emër të Këshillit të Qarkut Shkodër, çmimin e parë, ku certifikata I jepet shkollës Prek Gjoni, Bashkia Malësia e Madhe. Si fituese e çmimit të parë për interpretimin e arrir artistik, për kushtimin e treguar në realizimin skenik dhe përcjelljen me ndjeshmëri të vlerave kulturore edukative në festivalin e teatrove të shkollës 9-vjeçare në nivel qarku. Kryetari Edmond Doll. Drejtoria ZVA Shkodër Brisela Kadia thot se kjo traditë do të vijojë edhe vitet e ardhshme, duke shtrirë organizimin në të gjitha zyrat vendore të arsimit. Po zhvillohet në Shkodër dhe si edicion I parë në nivel qarku është vendosur të zhvillohet në Shkodër, por me vitet e ardhshme me patjetër do rri duke qarkulluar edhe në zyrat e tjera vendore arsimore, në mënyrë që të kemi edhe më integrim mes nxënësve, por edhe të njohim pak edhe rajonet e tjera. E besoj që është një format shumë I mirë për të përfshirë edhe institucionet e tjera vendore që me shumë dëshirë janë shprehur për të qenë mbështetje e arsimit dhe nismave që jo vetëm zyra vendore arsimore bën, po edhe Ministria e Arsimit bën. Festivali solli emocione, kreativitet dhe talent në skenë, duke dëshmuar edhe një herë pasionin dhe aftësitë artistike të nxënësve të shkollave 9-vjeçare.